Kosova është para një udhkryqi strategjik nëse do t'i bashkohet Shteteve të Bashkuarat Amerikës në prioritetin e saj për uljen e varësisë së Evropës nga energjia ruse apo ta humbë këtë mundësi. E ngarkuara me punë në ambasadën amerikane në Kosovë Anu Pratipati publikoi të njëjtën një editorial me titull Rruga drejt sigurisë energjetike dhe partneritetit afatgjatë me Amerikën. Në këtë editorial, Kosovës i bëhet thirrje të rreshtohet krah SBA-s në këtë temë. Kosova është i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor që deri tash nuk ka pranuar të bashkohet projektit amerikan të gazsjellësit. Kosova tani përballet me një zgjedhje të rëndësishme strategjike. Administrata e presidentit Trump prioritet kryesor ka uljen e varësisë së Evropës nga energjia ruse. Ne nxisim Kosovën të hyjë në partneritet afatgjat energjetik me Amerikën përmes GNL-s për të siguruar të armën e saj energjetike. Së bashku ne mund të forcojmë sigurinë energjetike dhe të rrisim ekonomitë tona krah për krahu. Nëse jetësohet si projekt, thuhet se Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka në dispozicion mekanizma financimi për të ndërtuar infrastrukturë të gazit natyror. Mirë po, në editorial përmendet edhe rreziku që i shfaqet Kosovës për shkak të vonecës për t'u bashkuar projekteve. Kosova mund të punojë me partnerët rajonal për të siguruar kontrata afatgjate dhe ekonomi të shkallës me çmime më konkurruese. Mundësia për t'u bashkuar këtyre projekteve po mbyllet. Vonesa e këtij vendimi rrezikon që furnizimet amerikane të GNL-s të zotohen diku tjetër dhe një gjë e tillë mund ta lërë Kosovën si vendin e vetëm në Ballkanin Perëndimor pa qasje në GNL-n amerikan. Historia nuk mund të qëndrojë në rrugë të vendimeve që do t'i sjellin përfitime popullit të Kosovës sot dhe në të ardhmen. Prandaj thuhet se Kosova duhet të veprojë shpejt për të realizuar këtë partneritet sepse ndërtimi i infrastrukturës së nevojshme do të kërkojë kohë. Eksportët e GNL-s amerikane pritet të dyfishohen deri në vitin 2030 dhe do të rrjedhin përmes projekteve rajonale si korridori vertikal i gazit dhe terminali lundrues i gazit natyror në Kroaci. Kosova gjithashtu mund të lidhet me gazsjellësin që po ndërtohet për të lidhur terminalin e GNL-s në Aleksandropolis në Greqi me Shkupin në Maqedoninë e Veriut. Përveç rëndësisë strategjike, gazsjellësi amerikan përmendet edhe si mundësi e mirë për Kosovën që ta shtojë shumëllojshmërinë në furnizimin me energji, ta rrisë prodhimin dhe të ndikojë në pavarësinë energjetike nga luhatjet e papritura të çmimeve në tregun e rrymës. Sipas të dhënave të doganës, në 4 vjetët e fundit Kosova ka shpenzuar 735 milion euro në importin e energjisë elektrike nga vendet fqinje, që shënon rritje nga 142 milion në 2024 në 259 milion euro më 2025. Në editorial thuhet se në të ardhmen e parashikueshme, përderisa çmimi dhe kërkesat për energji vazhdojnë të rriten, Kosova do të varet gjithnjë e më shumë nga fqinjet e saj. Televizioni ka provuar që të marrë qëndrim nga qeveria lidhur me këtë editorial, por nga zyra e kryeministrit nuk kanë kthyer përgjigje.